Nëse jeni mbi 40 vjeç, urgjent duhet të hiqni dorë nga këto ushqime. Ndjekja e një diete të shëndetshme është e rëndësishme për çdo moshë. Megjithatë, pas moshës 40 vjeçare, vëmendje të veçantë duhet t'i shtoni asaj që konsumoni. Në këtë rast, ka disa ushqime të cilat të duhet t'i shmangni pas moshës 40 vjeçare, pasi tretja jonë ngadalësohet dhe nuk mund të menaxhoni ritmet sikur të jeni 20 ose 30 vjeç. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Por cilat janë ushqimet të cilat duhet t'i evitoni nga dieta juaj në këtë moshë? Në moshën 40 vjeçare duhet të filloni të mendoni më shumë për shëndetin tuaj të zemrës. Në fakt, meshkujt mbi 40 vjeç kanë më shumë gjasa të vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Gratë nga ana tjetër përballen me probleme të ndryshme të shëndetit të kockave. Kjo është një arsye e rëndësishme pse në këtë periudhë duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me dietën tuaj. Të konsumoni më shumë fibër si fasulet, bizelet, mollët dhe frutat agrume. Nga ana tjetër duhet të zvogëloni ose të shmangni konsumin e ushqimeve të industrializuara, si salçiçet, sallamin, prosciutën, kripat e tepërta, ëmbëlsirat, biskotat akulloret, pijet jo alkolike, ushqimet me gluten monosodiumi, siç janë patatet e skuqura, hamburgerat, hot-dogët e të tjera, duhet të evitohen sa më shpejt nga dieta juaj. Në moshën 50 vjeçare, gratë në menopauzë fillojnë të kenë probleme kardiovaskulare. Për të reduktuar këtë risk është e këshillueshme të merrni omega 3 dhe vitamina B, të përfshira në ushqime të tilla si peshku, majaja e birrës dhe farët e lirit. Në moshën 60 vjeçare, zakonet e të ngrënit duhet të riformulohen nëse janë të gabuara. Është e rëndësishme të konsumoni gjithashtu vakte të vogla të paktën 5 herë në ditë dhe të konsumoni vitamina dhe minerale shtesë të mbikëqyrura nga një ekspert. Përveç konsumit të shumë fibrave, gjithashtu dhe vitaminave shtesë, duhet të shtoni më shumë fruta dhe perime. Është e rëndësishme të pini shumë lëngje natyrale për të shmangur problemet e kapslëkut, të ndihmoni që të keni një zorë më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu problematikat e saj. Nëse kujdeseni më shumë për atë që shtoni në dietën tuaj, atëherë do ta keni më të lehtë edhe të mirëmbani shëndetin dhe gjithashtu të evitoni komplikacionet e organizmit. Mosha 40 vjeçare është e mrekullueshme, jeni më të mençur, më të sofistikuar dhe nuk shqetësoheni, gjithashtu edhe për gjërat e vogla. Nëse keni fëmijë, ato janë mjaft të rritur dhe mund të vijojnë edhe vetë që të shijojnë fazat e tyre të rritjes. Ju duhet të jeni prind për herë të parë edhe keni kaluar shumë gjëra të reja në jetën tuaj. Por me këtë moshë vijnë edhe disa ndryshime në shëndetin dhe në trupin tuaj në mënyrë të rregullt. Prandaj në këtë video do të rendisim disa këshilla të dietës suaj që mund të ndihmojnë edhe të lehtësoni dhe të parandaloni disa nga shqetësimet të cilat të mund të vinë pasi hyni në moshën 40 vjeçare. Jepini metabolizmit tuaj shtytjen e fuqishme. Metabolizmi është një proces i cili është reagimi kimik i trupit. Ka disa arsye pse disa njerëz kanë një metabolizëm të ngadalt dhe për fat të keq është fajtori kryesor për peshën tuaj trupore. Por mos u shqetësoni. Ka disa mënyra për të rritur kështu edhe metabolizmin tuaj, siç është edhe ngrënia e shëndetshme e ushqimeve të duhura. Siguroni të hani ushqime të cilat nuk përmbajnë kalori të larta dhe nuk nxisin gjithashtu ndikime të forta negative në shëndetin tuaj adekuat. Për të marrë rezultate më të mira, shtoni më shumë proteina në dietën tuaj. Kjo do ju ndihmojë që të mbani masën tuaj të muskujve dhe për më tepër të konsumoni gjithashtu produktet e duhura. Zgjidhni drithërat e plota para atyre të rafinuara që do ju ndihmojnë dukshëm në një menaxhim të mirë të shëndetit dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekzistojnë dy lloje kryesore të drithërave, të plota dhe ato të rafinuara. Gjëja më e mirë është që të zgjidhni atë që është më e shëndetshme për ju, sepse drithi është i parë i pranishëm në formën origjinale edhe mund të hiqet si një pjesë përbërëse e dietës suaj. Receta e plotë është një burim i mirë i vitaminës B, kaliumit, magnezit,
fibrave, të cilat do të ndihmojnë gjithashtu në një tretje efektive edhe më të shëndetshme të organizmit tuaj. Kokrat e plota janë një burim i mirë i vitaminës B, kaliumit, magnezit dhe fibrës, që ndihmojnë në tretjen tuaj dhe zvogëlojnë problemet e shëndetit. Shtoni në dietën tuaj bajamet. Bajamet konsiderohen si fruta, por ky është një produkt i lartë në yndyrë, i ulët në karbohidrate dhe ka një numër të madh të lëndëve ushqyese. Bajamet janë të pasur me antioksidantë të cilët mbrojnë qelizat dhe mund të ulin nivelin e keq të kolesterolit në trup dhe ndihmojnë gjithashtu në lehtësimin e problemeve të diabetit të tipit 2. Ato gjithashtu mund të konsiderohen si teje të mira për zemrën tuaj, por keni kujdes se ju duhet vetëm pak për të marrë të gjitha përfitimet e tyre. Thjerrzat janë një ushqim popullor i cili mund të shtohet në vaktet tuaja ditore dhe mund të ndihmojnë gjithashtu në komplikacionet që i kanosen në vazhdimsi organizmit tuaj. Thjerrzat janë burime të shkëlqyera të fibrave, të vitaminave B9, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Kështu përfitimet kryesore që do të merrni prej tyre do të luajë një rol parandalues kundër problemeve të trupit. Shtimi i produkteve natyrale në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit në luftën kundër këtyre problemeve. Hani gjithashtu produkte që përmbajnë probiotik. Është e rëndësishme që të keni një zorrë të shëndetshme me produktet e duhura ushqyese, një prej të cilëve janë edhe probiotikët në dietën tuaj, që mund të luajë një rol parandalues kundër komplikacioneve. Produkte të tilla si kefiri, kosi përmbajnë probiotik të rëndësishëm për dietën tuaj, që ndihmojnë të jeni më të shëndetshëm dhe të evitoni komplikacionet e shëndetit. Marrja e disa prej këtyre produkteve çdo ditë mund të shtojë gjithashtu edhe dobin për shëndetin tuaj tretës, duke lehtësuar problemet e kapslloku dhe duke nxitur gjithashtu një organizëm më të fortë. Shtoni peshku në vaktet tuaja ditore. Peshku është një nga burimet kryesore të yndyrnave omega 3 dhe të vitaminës D, të cilat jo vetëm që do të ndihmojnë në parandalimin e problemeve të zemrës, por edhe mund të përmirësojnë organizmin tuaj në tërësi. Ndaj përzgjedhja e një diete të duhur ushqyese në vaktet tuaja ditore do të jetë gjëja më e mençur që mund t'i ofroni organizmit dhe të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e tij. Fokusohuni gjithmonë drejt një ushqyerje më të shëndetshme, më efektive dhe do ta keni më të lehtë të përmirësoni organizmin, të mbani larg edhe shqetësime negative të tij në shëndet. Gjithashtu, provoni të shtoni produkte sa më natyrale. Është në të mirën e shëndetit tuaj dhe do të lehtësoni gjithashtu komplikacionet e një shëndeti të dobët. Me kalimin e moshës, edhe organizmi juaj duhet të përshtatet me jetën tuaj sociale. Rekomandohet që të perceptoni ushqimin e mirëfillt si një ushqyerje të shëndetshme për të evituar komplikacionet dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Një regjim ushqimor i pasur është thelbësor për çdo moshë, por bëhet edhe më i rëndësishëm edhe pas moshës 40 vjeçare, kur rregullat e lojës fillojnë dhe ndryshojnë. Prandaj, sa më mirë të balanconi dietën tuaj, aq më pak komplikacione do të ketë ajo. Së bashku me një ushqyerje të shëndetshme, duhet të merrni edhe vitaminat e duhura, të cilat i përshtaten më shumë organizmit tuaj në tërësi. Në këtë video, sipas Brightside, do të rendisim disa nga vitaminat më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj si një ndihmë mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër imunitetit të dobët. Në këtë video do të mësoni për vitaminat që mund të shtohen pas moshës 40 vjeçare. Produktet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj janë vitaminat B12. Këto vitamina janë shumë të rëndësishme edhe nuk duhet të mungojnë në dietën tuaj, sidomos pas moshës 40 vjeçare. Kjo vitamin është e gjetur të produkte shtatëzore si bulmeti dhe vezët, por edhe mund të merret përmes një ushqyerje të mirë. Kalciumi është një tjetër produkt i rëndësishëm ushqyes që mund të ndikojë në mbrojtjen e shëndetit. Kockat e njeriut ka nevojë për kalcium, sidomos edhe pas moshës 40 vjeçare do të bëhet më i rëndësishëm. Vitamina D, magnezi, kaliumi, omega 3 dhe probiotikët nuk duhet të mungojnë asesi në dietat tuaja ditore.
Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.